Atëherë dashur, rikthyer në studio për të vazhduar tutje bisedën. Në studio kam Basri Latifin, kryetrajner, dhe po ashtu Hana Miftarin, kapitenën më të ri të klubit të handbolli për femra Çajir, ku do bisedojmë më gjerësisht për sukseset e klubit sezonën e fundit dhe në përgjithësi planet që ata kanë tutje. Përshëndetje, shumë kënaqësi t'ju kem sot në studio. Faleminderit, përshëndetje edhe me. Kishim një sezon, besoj, të shkëlqyer, të suksesshëm, Basri, apo jo? Po drejtohem ty së pari si trajner, si kryetrajner. Faleminderit për ftesën edhe një herë. Historikisht, domethënë, ka qenë viti më i suksesshëm, domethënë, prej nga ekzistimi i klubit. Ne po ndihemi mirë tash, ndoshta edhe publiku që na ka përkrahur, domethënë, tej mase. Ka mbet dhe është i kënaqur me rezultatet, po tash edhe para se të him studio edhe pak bisedonim edhe me ata kolegët e juve, thamë se tash po rritën edhe ambicjet edhe gjithë mendojnë se ne jemi në pushim, po tash ne duhet përgatitemi edhe tash si rritën ambicjet, ashtu edhe rritën edhe apetitet tona, domethënë për sezonin e ardhshëm, edhe pse lojtarët janë përgjithësi në pushim këtë periudhë, po ne si kryesi vazhdojmë edhe stafin në përgjithësi, domethënë vazhdojmë për planifikimin. Bëjmë planifikim domethënë për startin e sezonit tashëm, edhe pse ndoshta është herët, po neve domethënë përgatitje bëjmë pak më herët. Hana, je në pushim apo sidoqoftë forma një sportiste duhet të ruhet edhe këto muaj të verës? Patjetër, në pushim 3 muaj të verës ku i kemi neve pushim, edhe pse me të trejri që neve nuk punojmë, mirë po secili individualisht besoj që punojmë për ta mbajtur formën. Hana, tash për ndërpres, Hana edhe është reprezentuese e mashënisë, domethënë tash momentalisht reprezentacioni është në grumbullim dhe ku e kanë domethënë kampionatin evropian për kadet dhe për junior, dhe ka qenë domethënë përgatitje me ato edhe pse një lëndim i vogël pak e ka largu nga ajo, po nuk është në pushim për momentin. Nuk ka qenë gjithsesi diçka lëndim serioz apo jo? Po, edhe ka qenë ndoshta mundet Hana me fol më tepër pak për lëndimin, po kisha shumë dëshirë edhe unë sigurisht marrë pjesë, ta vazhdoj faktikisht pjesëmarrjen me reprezentacionin e Maqedonisë, mirë po për shkak të një lëndimit në shtyllën kurrizore, nuk munda me vazhdu, edhe u konsultova me mjekët, ato thanë që më e mira për mua është pushime. Gjithsesi shëndeti është mbi të gjitha. Po, patjetër, shëndeti është mbi të gjitha. Zbesoj që herë do kur do mund të rikthehet apo jo? Të vazhdoj tutje me. Ne shpresojmë se nuk është ndonjë lëndim serioz, po edhe pse ne trajnerët nuk dojmë të ndëgjojmë si informacione, po jo edhe fakt jo edhe vetëm se për ekipin, po edhe për lojtarin është domethënë prioritet gjithmonë shëndeti në rend të parë. Besoj edhe nga ana emocionale, pasi unë me sa di Hana ka qenë që fëmijë pjesë e klubit apo jo, kështu që edhe ajo. Po edhe si të them, është një mburi, një krenari për klubin ton, për neve domethënë si trajner, për neve si punëtor sportiv që një lojtar jo domethënë ta përfaqëson kombëtar, në kombëtar, domethënë e dini se Maqedoni sporti numër 1 është handbolli. Padyshim se është edhe mburje për neve të na përfaqëson një lojtar, dhe është një pilotarëve kyç në gjenerat reprezentacion. Nëse nuk gaboj, nuk është Hana vetmja, apo jo nga reprezentuesit e... Ka edhe motrën e ka, motrën më të vogël, e cila momentalisht gjendet në përgatitje, domethënë në Pekçevi. Ajo është me ekipin e kadetëve, domethënë këto janë si të them, shtylla kryesore e reprezentacionit, domethënë është ardhmëria edhe reprezentacionit, edhe klubit ton, po është ardhmëria edhe reprezentacionit, që na bën neve të jemi edhe më krenar. Thej që ky vit, kjo sezon ka qenë historikisht apo jo më suksesshëm. Çfarë e kategorizon pse ja japim këtë emërtim? Po ne edhe vjet kemi pas rezultate të mira, po sidomos domethënë në garat në Europë kemi qenë domethënë të mahniqëm si vjet, edhe nëse i këshirë edhe nëse shohim edhe buxhetin e klubit edhe mundësitë, aspektin financiar, nëse shef të klubit, domethënë me një buxhet aq të vogël të arrish në 16 ekipet më të mira të Evropës, domethënë është një arritje, sidomos duke pas parasysh se ne vim nga Çajiri, nga një lagje e vogël, nga në sportin kryesor, domethënë Maqedoni, edhe kryesisht domethënë të lagjet ku janë banuara me shqiptar. Ka qenë historikisht, po thamë se për shkak se ne edhe si vetë kemi qenë si nën kampion, edhe si vetë kemi qenë finalist kupës, ndoshta na mungon ai hapi kryesor për të shpall kampionat dhe për ta fituar edhe kupën, po
po ne do ja lëm kohës ato, po gjithsesi domethënë ka dëshmuar domethënë ky sezon se në garat europiane, ndoshta në garat në Maqedoni në kampionatin kemi pas pak padrejtësi, po në garat europiane atje nuk ta fal kërkush, domethënë po, askush nuk ta fal edhe ndoshta edhe për neve është edhe ndoshta na vjen nga një anë pak si alibi për tu për shpreh, po arritja në top 16 ekipet në një tjetër në finale, domethënë në EHF, është domethënë një jashtëzakonisht një arritje shumë e mirë edhe është e rëndë për ta përsëritur, edhe pse thash neve në çdo sezon na rritën ambicjet, na rritën domethënë apetitet, po shpresoj se një teta e finales domethënë ka qenë kulminacion këtë vit. Pra edhe e ceka se është si arritje historike. E ndajmë pak, nëse mundemi, pak më në detaje sezonën, se në cilat gara keni kaluar, në çfarë përbërjesh, me cilat ekipa, po ashtu dhe ndoshta dhe sukseset qoftë si klub apo dhe vetë lojtarët që kanë kaluar, ndoshta që dhe shikuesit të kenë pak më qartë. Klubi në përgjithësi domethënë si vjet kemi garuar në 3 kategoritë. Në kategorinë e pionerëve ku domethënë janë futur në Final Four, çka është njëkohësisht ka qenë edhe arritje. Domethënë kemi edhe kategorinë e kadetëve, edhe e njëjta kategori janë futur domethënë në Final Four dhe ekipi seniorëve të cilët ka arritur deri në fund të jetë domethënë të pozicion në vendin e dytë të jetë finalist i kupës domethënë në fund. Shka domethënë se ne kemi qenë në 3 fronte të shpërndarëm, po fatmirësisht kemi më tepër trajnerë dhe më tepër domethënë kuadra të cilët punojnë me ato kategori dhe njëkohësisht unë si udhëheci i ekipit të parë domethënë si seniorëve domethënë nuk e kam pas edhe shumë lehtë edhe pse ndoshta ekipet ose ato kategoritë më të reja kanë pas ndoshta më tepër punë në aspekt se ato janë pak më janë fëmijë dhe duhet të punohet u përkushtohet pak më tepër punë, po pasi që jam i angazhuar në klub edhe në aspektin organizativ ka qenë jashtëzakonisht e rëndë domethënë për të menaxhuar, po në fund domethënë si rezime kur e ban domethënë e shef se është kënaqësi domethënë edhe për neve dhe atë rezultatet ndoshta shifen prej anës se janë lehtë janë për të arritur, po besoni se është jashtëzakonisht shumë rëndë domethënë ti menaxhosh domethënë 3 kategoritë dhe të arrish aty domethënë ku jemi për momentin edhe ne themi me mburje dhe me krenari se ne kemi akademit më të zhvilluara në Maqedoni. Maqedoni sport numër 1 është handbolli, ne kemi 120 fëmijë, domethënë ne lirisht në çdo kategori mund t'i bëjmë ka 2 ekipe mund garojmë. Çka rezultati i akademive është edhe Hana, për shembull, është edhe Rona, domethënë janë çdo vit domethënë ne ka 1 ose ka 2 lojtar prej ekipeve të kadetëve pionerëve, domethënë gradualisht i depërtojmë domethënë te ekipi i parë, çka na bën domethënë ta bëjmë atë ekipin, sepse për momentin ne kemi domethënë edhe lojtarë që nuk janë prej akademisë tonë në ekipin e parë, në ekipin e seniorëve, po gradualisht domethënë secilin vit ka 2-3 lojtarë futur domethënë në ekipin e parë edhe domethënë është një, si të them, një krenari për neve, si të them, mund të shprehim edhe ashtu se është domethënë një rezultat i asaj punës të mahniqshme që bëhet edhe me kategoritë e reja. 120 antar apo jo ka klubi? Fëmijë, po. Pa seniorë, domethënë seniorët kemi 22 lojtarë, të cilët domethënë janë paraqit janë të regjistruar edhe të cilët marrin stipendione, rroga, thash, po akademitë e reja domethënë janë gati domethënë jo gati, po 100% janë domethënë janë vetëm se fëmijë të lagjës tonë Çajirit. Po rritet interesimi duke parë se kemi dhe rrjetet sociale dhe shohim po ashtu dhe në lajme sukseset e klubit. Rritet interesimi kur i shohin këto suksese dhe ndoshta edhe kanë ambicie fëmijët që mund të arrijmë edhe ne si Hana apo pjesëtarët e tjerë. Referencë më e mirë domethënë për një klub është domethënë kualiteti ose cilësia që ato e shfaqin. Pa dyshim se ne domethënë kënaqemi kur i shohim ato fëmijë se domethënë në ato kategoritë e reja ku luhet në ato kategoritë e pionerëve dhe kadetëve salla është e stërmbushur. Domethënë kënaqësia që i shohim domethënë përveç se vin prind, vin domethënë farefisnia, vin domethënë gjyshrit i shohin domethënë, po edhe njëkohësisht domethënë është një si them referencë për në të ardhmen. Tash pasi që i shohin se ka rezultate klubi edhe normal edhe secili prind pret domethënë nesër një Hana ose një Rona të hinë domethënë ekipën e parë, pasi gradualisht ato janë futur domethënë prej kategorisë në kategori, edhe domethënë rritet me automatizëm edhe interesimi, po rritet edhe entuziazmi domethënë edhe tek prindërit edhe te fëmijët domethënë cilët janë ne në përgjithësi kur e kemi nisë këtë punë, e kemi pas për qëllim domethënë ato fëmijë që janë rrugës domethënë atë pjesë Çajiri ka 9 shkolla fillore, domethënë mos t'i lëm shumë të ende nëpër rrugë, po
të futën palestre, të futën sallë dhe mirën me sport. Pa marrë parasysh se cili sport, edhe pse neve na konvenon më tepër handbolli, se me ato miremi, po gjithsesi ka qenë domethënë ndoshta një prej kushteve primare ose prej qëllimeve primare ka qenë që fëmijët t'i largojmë prej rrugës dhe të futen në palestër. Kjo domethënë ne ja kemi arrit këtij qëllimi dhe kënaqësia është të shohësh ato fëmijë të garrojnë edhe të ushtrojnë për çdo ditë. Patjetër, sporti është shumë i mirë për shëndetin, gjë që është primare besoj. Po ne edhe në praktik domethënë, nuk e kemi lënë vetëm teori, po jemi munduar domethënë edhe në praktik ta praktikojmë edhe t'i fusim ato fëmijë nëpër palestra. Hana, si ishte sezona e fundit për ty? Besoj u kurrizua me emërtimin kapitene. Për unë personalisht kjo sezon ka qenë shumë e mirë edhe pse kam pas 2 lëndime serioze para kësaj, njëherë kam pas problem me nufullën, pastaj të njëjtën lëndim mbas 2 lojave kam pas në kokë, që kam pas tronditje në kokë. Mirë, po unë jam vetë ke një shpirt luftarak, po kam një shpirt luftarak. Nuk më ndërzohem asnjëherë. Atë periudhë kam pas shumë të vështirë se me zëprish kur kam ushëru, që me fillu prapë me ushtru. Mirë, po atmosfera në klub ka qenë shumë e mirë me vajzat. Jemi mundu edhe ne kemi dhënë maksimumin ton. Mbrenëm në finale, do me thënë për kupën e Maqedonisë, mbrenëm në finale. Loja me Metallurgjen në para finales, kemi dhënë aty maksimumin ton. Kemi qenë 7 veta të lujta, ama kemi qenë në shpirt. Mundon e bënë maksimumin ton, mirë po lojën tjetër në finale është mundëm edhe ne, sepse këtë sezon kemi pasën realisht shumë lojtare të lëndume, dhe unë kam qenë njëra prej tyre. Disa janë këthy, disa jo. Ato që kemi qenë neve në lojë në teren, ne jemi mundu me dhënë maksimumin ton, atë sa kemi mundë. Ne kemi bërë fakt padrejtësi Hanës për shkak se në finalet të kupës, në finalet të kupës e kemi ndoshta edhe rekomandimet e mjekëve i kemi anashkalu, po ka qenë ndoshta edhe ai shpirti luftarak i Hanës, domethënë kryesor, i cili ka dashur të luajë, domethënë edhe mos ta lën. Si i vike sikur në thojza e lën klubin të qisë sigur në loqë e din, edhe po rezultati i Hanës ka qenë domethënë ajo që ne kemi fitu gjysmë finale, ne jemi fut finale, përsi që ne edhe du të jemi edhe real domethënë me kapacitetin e ekipit, edhe futja në finale ka qenë ndoshta edhe maksimumi, edhe pse ndoshta t'ingullon pak si pesimizëm, po përgjithësi duke i ditë kapacitetin e ekipit dhe lojtarëve, jemi realist, po ta dim, po edhe pse tashu nuk është ajo pse ne i kemi dhënë shpërblime, kemi bë Hanën kapitene, po Hana mbrena tanë sezonin domethënë ka qenë fantastike domethënë, edhe pse e ka është bërë domethënë ka pas disa lëndime pak më serioze, po ne kemi munduar ta balancojmë pak edhe prezencën e Hanës, edhe pse ka qenë një ndër shtyllat kryesore të klubit tanë sezonin. Dua të di pak mbi këto momentet e brishta, sepse besoj është rëndësishme të flitet edhe për momentet kur lojtarët lëndohen, po ashtu dhe çfarë i motivon tutje, sepse jo të gjithë kanë shpirtin luftarak si të Hanës, dhe besoj që është rëndësishme të ndëgjojnë ndoshta disa fjala, po si ke kaluar ti si sfida. Të mbante gjonë ndoshta kjo që t'ju bashkosh ekipit në këto fitore, ti jesh pranë shoqeve, po ashtu ta shpërndani këtë pozitivitet që i jepni gjithë klubit dhe po ashtu qytetit. Them realisht, unë për vete nuk është që shoqërinë e kam shumë sportiste. Unë edhe në klasë gjithë unë kam qenë me dallumja se kam qenë sportiste. Mirë po, jo, unë vi fillimisht për një familje ku jam gjithë sportista. Edhe periudha e lëndimit për mu ka qenë shumë e vështirë. Me tregu drejtë se tregova që unë kam dëshirë, pa marrë parasysh, unë prej e vogël kam fillu me sport, do me thonë njerë kam fillu me volejbol, me natë mirë po në handball e kam gjithë vetën. Periudha e lëndimit për mu ka qenë shumë e vështirë, pëse e shëfsha ekipën ndoshta dhe të humbë, them nuk më vënd të mirë kërë shëfsha ekipën se nuk mund t'isha aty në teren një ndimu atyve, dhe më ndi lojën e fundit, edhe loja për kup kur filloj masaktësisht me Metallurgjen, po unë prej mjekut nuk m'ishte e ju me lujt, mirë po nuk munda se thash loja e para fundit ose sot ose kur. Edhe atë lojë hyna, do me thonë, fillova me janisë për mbas lëndimit, edhe është edhe në maksimumi tim edhe vajzat edhe faleminderimi i Zotit, i trenerëve, punës në ekip që e kemi bë,
e kaluam atë lojë me sukses edhe mbrëm në finale. Dhe po ashtu besoj ke kaluar gjithçka në rregull, tashmë jemi Po, okay. patjetër. Por siç ndëgjoj unë, edhe pse s'ke qenë aty prezente në lojë, si duket i ke përcjellur lojrat. Patjetër. Edhe unë kam luajtur me ato, am edhe pse prej shtëpi ose prej tribine, kam luajtur gjithashtu. Kishte ndoshta Hana ndonjë tip ose diçka, ndonjë këshill kur i kanë ndjekur gjitha lojrat. Nuk i losh shumë përzi, jo, në atë aspekt. Ka qenë prezent në çdo lojë, edhe pse ka pas lëndimet serioze, po ka qenë prezent atje, edhe se në përgjithësi unë nuk i obligoj të jenë domethënë prezent edhe në përstërvitje, po shpirti i asaj edhe shpërblim domethënë e ka ato të cilën ne kemi dhënë pozitën tash në klub, ka qenë se gjithmonë ka qenë prezent domethënë aty, pa marrë parasysh as e lënduar, as e lënduar, domethënë as shumë pak e vështirë të ndash kur je si një familje, mund ta quajmë si një familje. Po, përgjithësi, edhe them unë në gjysmën finale do të kemi luajtur me Metallurgin, ka qenë domethënë një ekip që na ka fituar neve 2 herë në kampionat, edhe pse neve nuk kemi pas shumë humbje si vjet në kampionat, kemi domethënë 4 humbje kemi pas gjitha. Edhe ka qenë dëshira e asaj më tepër se ne rekomandimet e mjekëve domethënë kemi ndëgjuar, ka thonë nuk është mirë domethënë me lut, po nuk është që nuk mundet me lut, po e ka lëndimin serioz edhe ne i kemi lënë vetë Hanës të vendos, edhe pse ndoshta nuk është dashur ashtu, ndoshta kemi bërë edhe ne ndoshta një presedant, po na lejohet edhe neve të gabojmë një herë në sezon, po edhe shpirti i asaj luftarak ka dashur që të jetë prezent domethënë në atë lojë edhe ne kemi fituar, për neve ka qenë domethënë sikur me pas fitu kupën ajo lojë, se gjithë domethënë jemi koncentruar, domethënë tan përgatitur kemi bërë për atë lojë edhe e kemi fituar, ne mos e kemi fituar gjithë në finalen, ne kemi thonë kjo është finale për neve, edhe pse kapaciteti ndoshta nuk na mundsoi për ta fituar finalen, edhe ishim të vetëdijshëm domethënë për ata. Dua di pak mbi garat ndërkombëtare që zhvilluam, si qëndruam dhe si qëndrojmë në përgjithësi në nivel ndërkombëtar. Tash ne përveç domethënë komentallit famshëm Gjorgje Petrov, domethënë jemi ekipi vetëm domethënë prej Maqedonisë, domethënë në çfarë niveli kemi arritur pasi që duhet domethënë të cekësh edhe rezultatet e tjerave ekipe. Nuk ka ekip tjetër në Maqedoni përveç neve, edhe komentalli i cili ka arritur deri në 1/8 e finalit. Domethënë është një sukses historikisht edhe për neve si klub, po edhe për Maqedoninë. Se komentalli i famshëm i Gjorgje Petrov, domethënë ajo gjenerata e famshëm ka arritur, po ato kanë arritur me shumë parë, domethënë. Folim për buxhet 2-3 milionë euro. Neve nëse e cekim tash këtu buxhetin, domethënë është çesharak, domethënë ti krahasosh ato buxhete, po ka qenë domethënë një ndoshta edhe kemi pas pak, si them, ai fakti sportiv ka qenë pak në anën tonë se ekipi komentalli i Gjorgje Petrovit ka shkuar domethënë një rang më lart në Champions, ka konkuru, edhe kanë radhë domethënë me xhirën e parë. Neve me automatizëm si ekipi 2 si nën kampion, na ka radhë jemi bartës në ato ekipe domethënë kur bëhet domethënë kur tërheqen domethënë ekipet me kandolush, edhe neve na kanë domethënë xhirën e parë na ka rënë një ekip pak më e dobët, po them thojza më e dobët se ekipet dobta në Evropë nuk ka. Ekipi i dytë na ka rënë një ekip i Portugalisë, ne kemi fituar, po e kemi pas një përparësi se tash ne i kemi thirrë domethënë ato ekipet të dy loja të luajmë mrena në Maqedoninë shkup, po. Për cilët ekipet cilët janë më të mira edhe pretendojnë të fitojnë, thonë ai s'ka problem, shkojnë fitojnë se çajirin ato ngjet. Edhe ne ndodhet domethënë që dy xhirot i fitojmë. Ne e thirrëm domethënë ne xhiron e 4 faktikisht i ka ra me Slavia Praga, në Slavia Praga ku ndjek sportin, është një brand evropian edhe në handball, edhe në futboll, edhe në basketball, domethënë krejt sportet. Na është shumë pak për ta kaluar dhe Slavia Praga. Jemi të folë për një ekip me buxhet 5 milionë euro, cilën kanë ardhur këtu edhe na kanë fituar në përgjithësi me 2 loja, 5-6 diferencë ka qenë domethënë mes 2 lojave. Tash ti krahasosh buxhetet e tona me kapacitetin, me infrastrukturën tonë, domethënë me infrastrukturën e atyre, domethënë është çesharaka domethënë si krahason, po ka qenë ai shpirt luftarak i Jonit, ka qenë ajo dëshira i vullnet domethënë për ta prezantuar dhe unë jam shumë i kënaqur domethënë edhe për paraqitjes, por edhe për arritjeve domethënë këtë sezon. Nuk po tham ndoshta ta kishim kaluar domethënë 1/8 e finalës, se si tham, rritën apetitet ndoshta edhe në të ardhmen, po kapaciteti i ekipës e përmendni edhe Ceki dhe Hano më herët se kemi pas shumë lëndime ne. Domethënë në çdo sezon kemi pas lëndime. Loja me Slavia Praga në araneve me mas pushimit mas vitit 3. Ne kishim 2 lojtarë që ishin seriozisht lënduar. Pi ekipës parë Hana gjithashtu ishte lënduar dhe ne erdhëm domethënë të luajmë me 7 lojtarë, nëse nuk i rrethën në përgarat e Evropës, nuk i çka kërkon. Nuk i çka kërkon në aspekt se
loja e handballit është kërkon pak më tepër mund, kërkon pak më tepër angazhim, kërkon pak më tepër edhe roster, numër të lojtarëve, edhe nëse nuk i ke 16 lojtarë të përgatitur, është edhe ndoshta edhe surreale të kërkosh diçka më tepër prej asaj. Ka ndikuar gjithsesi në moral, besoj që vajzat kanë qenë gjithsesi ambicioze që të vazhdojnë tutje me gjithë këto lëndime dhe sfida që kalojnë qoftë nga ana financiare dhe tutje. E mira këtu është se ne nuk kemi pas imperativet. Në fakt ne pasi që jam edhe në kryesinë e klubit, domethënë imperative nuk i kemi dhënë, domethënë lojtarëve pasi që kemi pas se situata është e tillë. Situata është e tillë se nuk ki çka ndryshon domethënë kur e shes se është një lojtar është i lëndum. Edhe tash lojtarit lëndum shumë, Tihanës ti thysht imperativ e ekip patjetër ta kaloj Slavia Praga, është domethënë nuk është edhe njerëzore mas pari, por nuk është edhe sportive nga ana tjetër. Gjitha këto loja ose këto lëndime i kemi marrë me sportivitet dhe kemi menduar edhe pse disa kanë qenë, domethënë që e kanë mbaruar domethënë edhe sezonun, po te rasti i Hanës e kemi marrë pak me sportivitet duke e ditë se habe se Hana kthehet edhe e njohim shpirtin luftarak të asaj, edhe pse ndoshta nga ana tjetër kemi pas pritje domethënë. Tash se shese Slavia Praga lojën pse i kemi luajtur të dy lojë, këtu e kemi pa lojën e parë se nuk janë diçka wow që ndoshta nuk mund të kalojë. Ne me të vërtetë lojën e dytë lutëm shumë më mirë se lojën e parë, pasi që lojën e parë ndoshta edhe në aspekt jo respekti, jo friga, e ke analizuar se ke analizuar mirë lojën. Lojën e dytë kemi luajtur shumë më mirë edhe kemi domethënë një dallim shumë të vogël domethënë të ekipit. Edhe atje e shef se ndoshta realisht ndoshta të kishim dhënë pak më tepër ose ta kishim pas Hanën, ne ndoshta edhe ka ekzistuar edhe shansa që të kalojë ashtu. Po ishte domethënë jo njerëzore të kërkosh prej domethënë mas pari kur e din se lojtari është i lëndum, kërkosh edhe pse aspiratet kanë qenë të tilla, me kalu domethënë një tetën edhe te një katërt e finales atë edhe te një tetë domethënë ekipet dopta në Europë nuk ka. Është mirë me vesh, domethënë ti janë kremi si them domethënë ekipet më të mira të Evropës, edhe çdo xhiro që e kalon domethënë është sukses. Çdo xhiro kërkon edhe harxhim më tepër, po buxheti jon ndoshta edhe ndoshta edhe buxheti jon ka qenë domethënë i maksimalisht kjo domethënë nuk kemi shumë më tepër me bu pjesë saj. Ndoshta ta kishim kalu Slavia Praga, ndoshta edhe s'kishim pas mjaft buxhet për të shkuar domethënë në xhiron e një katërt do. Fatkeqësisht, po kjo, fatkeqësisht po. Me gjithë këto rezultate, suksese, besoj duhet njihet ky rezultat i jepet një vlerësim edhe të qëndrojë më mirë me mbështetje qoftë nga komuniteti apo edhe ai financiar, besoj. Kjo është pika më e dobët, domethënë krejt kësaj prave, domethënë ne mundohemi të japim maksimumin aty në terren, se ne aty jemi më të mirë në terren, po në çështjet organizative, në çështjet e financave, domethënë është pak problem se edhe ligjet e sportit të ne domethënë janë pak më problematike, domethënë nëse ishin marrë domethënë si përvojat nga shtetet tjera, po folin për Kosovën ose për Serbinë ose po vjen mi përmend se pse kanë ligjet më të mira sponsorizimit të klubeve domethënë në aspekt asaj ekipeve që garojnë për Evropë, domethënë nëse krahasohesh me ato ne jemi zero, ne jemi kërkuar domethënë edhe po ti kishim pas kemi edhe vende rajoni që qëndrojnë më mirë se ne. Po Kosova domethënë handball është ndoshta janë më dobët se ne domethënë handball, po në përgjithësi domethënë ligjet e sportit kanë shumë të mira. Domethënë atje një ekip mesatar domethënë ka afër 200.000 euro buxhet domethënë. Shka realisht në kushtet tona në Maqedoni, edhe në kushtet ku luajmë ne, 200.000 euro janë realisht një buxhet i mirë domethënë me të mbulu. Atje i kanë një ekip mesatar i cili nuk garon në Evropë. As pak. Tash nëse ban një krahasim ose një digresion të vogël, mund të shif se me sa buxhet ne manipulojmë. Edhe pse tash falënderim domethënë disa sponsorëve ose një sponsor general që ne kemi, Eftinia Impex, domethënë si vjet domethënë kanë marrë përsipër domethënë krejt çka ka domethënë harxhimet e lojave në Evropë. Do t'i mbulojnë krejt, ashtu kemi nënshkruajtur një marrëveshje për bashkëpunim, edhe pse e kanë njohur cilëtetin, pasi që në kuadër të sporteve kolektive ne jemi sporti numër 1, edhe tek meshkujt edhe tek femrat. Domethënë po vin të shihni kushtet ose infrastrukturën tonë, domethënë është mjerim, domethënë edhe ne jemi detyruar nëse publiku sigurt e din se ne lojat në Europë nuk i luajmë te salla jonë, te salla e 7 Marsit ose Adem Jashari, po i luajmë nëpër salla të tjera, domethënë Autokomanda ose Njane Sandanski ose Boris Trajkovski, salla që ti plotësojnë kushtet në Europë, salla nuk i plotëson kushtet domethënë ndoshta edhe të më shpjesë edhe në garat në Maqedoni. Po
them, problemin kryesor e kemi infrastrukturën, se ku të kesh infrastrukturë edhe fëmijë, domethënë ku të vinë të ushtrojnë, do shtë edhe mush me punu pak ma tepër me ato fëmijë, po edhe mandej edhe rezultatet pritën tjenë edhe ma të mëdhaja. Po kësi këto kushe, tham kjo është kapacitet maksimal që domethënë çka mund të arrijmë ne. Han, sukseset patjetër që nuk mungojnë dhe zbesoj që do mungojnë, gjithsesi edhe sfida, si që përmend trajneri, por siç duket vullneti dhe motivimi tek ju që ndroni lart. Ndoshta edhe këto, qoftë në gara ndërkombëtare apo dhe kombëtare që mbani, janë rritur sadopak ambicjet që keni si klub, po dhe ti vetë si sportiste? Patjetër që po, sfidat nuk ndalen gjithmonë më të tjeshme. Unë për vete jam shumë emocionuar për çdo sfidë që vjen dhe jam e përgatitur gjithashtu për çdo sfidë që vjen dhe shpresoj që çdo sfidë që do vijë do ta kalojmë me sukses dhe mos ndalen asnjëherë sukseset. Do vazhdosh me handballin apo jo? Se përmendëm derisa po bisedojmë te privatisht, do fillosh te fakultetin, por siç duket do qëndrosh tek sporti prapë së prapë. Po, patjetër. Është e vështirë, them drejtën, është e vështirë edhe përderisa kam kryer shkollën, kam kryer shkollën e mjekësisë. Ka qenë për mua një periudhë shumë e vështirë, sepse nuk është shumë e lehtë të menaxhosh edhe shkollën, edhe sportin të dyjat. Mirë, po mendoj që kur e don diçka e bën pa më parasysh se sa e vështirë mund të jetë. Ashtu. Dua të di pak mbi emocionet kur u emërtove si kapitene dhe po ashtu se çfarë pret nga sezoni i re. Emocionet ishin pa diskutueshme sepse kjo ka qenë një ëndër për mua gjithmonë kur ka qenë para kësaj sezone, mund të them para 2 sezoneve, një kapitene shqiptare po ashtu. Kur e kam pat, jam inspiru prej asaj, kam thënë që është Leonora Rahmani, jam inspiru prej saj, kam thënë edhe një ditë do bëhem si Leonora. Dhe faleminderit Zotit e arrita edhe unë këtë ditë ta kem barën e kapitenit në shtëpinë, ta kem edhe një grad më të lartë në ekip, dijem se kapitene. Trajneri përgjegjësi e madhe të jesh kapitene skuadre, si erdhi vendimi që Hana të emërtohet kapitene, po ashtu dhe si emërtohet le themi kapitene në përgjithësi, çfarë cilësisë duhet të ketë? Tek njohësit e sportit, domethënë, ato e dinë se si të them, liderllëki ose kapitenllëki nuk falet, domethënë. Ajo meritohet, domethënë, ajo meritohet me punë, me përkushtim, dhe ajo është një barë cila domethënë ka edhe shumë tjera punë që të vinë mbas asaj, po emrimi nuk bëhet rastësisht, domethënë. Në kam tek edhe tash edhe ta bëj në Hanën, po ti e shef përkushtimin e Hanës, domethënë tankos, e shef përkushtimin domethënë edhe stërvitje edhe. Ajo është domethënë rezultat nuk domethënë ti vesh ti je lojtar i mirë. Ndoshta Hana nuk është lojtari më i mirë në klub te ne, po lideri ka, domethënë, duhet përveç se të jetë lojtar i mirë, duhet mi pas edhe disa aspekte tjera. Këto i shef treneri këto punë, po i shef jashtë nuk është vetëm se në lojë, i shef në stërvitje, po i shef edhe jashtë, domethënë, e shef edhe sjelljen e Hanës në shkollë, e shef edhe sjelljen e Hanës me print, e shef edhe sjelljen e Hanës me fëmijë të tjerë, po e shef edhe sjelljen e Hanës kur ta merresh ta prezantosh ose merr diçka që ne kemi domethënë praktik lojtarët që kanë arritur, domethënë, që kanë kaluar, domethënë, me kategoritë prej në kadet, në junior, në senior, domethënë, i kthejmë ka pak masë edhe te fëmijët, edhe ato fillon të inspirojnë, edhe ti e shef se ka një moment cilin e vërejnë se kjo e ka, domethënë, është një klik, është një klik, po e ka atë momentin cilin mund ndoshta ndarmë. Edhe ne jo pse është Hana këtu edhe po ja bëjmë çefin, po fëmijët e admirojnë edhe fëmijët e adhurojnë, edhe kur vinë edhe në sallë edhe ti e shef se ka ndodhur momenti, edhe pse është Hana 18 vjeçare, po është fëmijë joni edhe nuk mundet asnjë prej jashtë me e ditë, domethënë, dhimbtën e klubit ose me ditë filozofinë e klubit më mirë se një fëmijë që është rritur domethënë prej atje. Domethënë kanë qenë momentet më të mira, po ka qenë domethënë përkushtimun i kam thonë edhe Hanës kur e kam emëruar, kur i kam treguar në Hanës, ndoshta ajo është emocionu, po nuk është i kam thonë në Hanës se nuk është diçka që ata kemi fal, se ne nuk i falmi këtë scenën. Këto si gjana, domethënë, këto meritohen edhe këto, si thënë me thoj, nxjerrën domethënë prej asaj. Sikur ti falni, besoj që do i arrinim dhe këto suksese që kemi tash. Po nuk shkon ashtu, domethënë tradicionalisht është e vërtetuar se nëse ja fal këtij një pozitë, nëse ja fal këtij minutazhën, domethënë
Te ne jo, te ne në stërvitje është, domethënë stërvitje është domethënë aty ku definohen domethënë gjanat. Në stërvitje sa je i mirë stërvitje, as do jesh i mirë domethënë në lojë. Nëse ti në stërvitje nuk ke maksimum, nuk tregosh, ti në lojë domethënë do jesh edhe më i dobët, po nëse ti në stërvitje e ke treguar domethënë atë moment edhe ti vetë se i gatshëm, edhe tash baj atë barën se është barcël se kapiteni në përgjithësi në definicion është domethënë dora e vazhduar e trajnerit, domethënë, pasi që këto janë edhe femra, edhe domethënë ka shumë momente të cilat domethënë se unë shpesh edhe ju kam thonë këto qeshin me mua, tham po tishit meshku ju ndoshta edhe ka dhënë një shuplak, ndoshta po në përgjithësi domethënë tash do ja lëm këtë çështjen e shuplakave dhe ja lëm honës. Po vaj pak hajgare se nuk është çështja e shuplakave, po është çështje e cilën kjo domethënë në garderobë domethënë ku janë nëpër pauzat, din domethënë e ka momentin që ditë flet domethënë ditë motivon lojtarët, po është diçka që e kemi pa dhe çka e ka domethënë plotësisht merituar. Trajneri, jemi në fund, gjithsesi do doja shkurtimisht ta dim se çfarë na pret në sezonin e re. Po planet nuk i din as hana me të ka të drejt, unë tash pak... Ajo çfarë mund të na zbulosh, nëse mund të na zbulosh. Po përgjithësi domethënë ne si vjet domethënë pasi që kemi marrë edhe garanca edhe prej sponsorit, ne si vjet do atakojmë për kampion. Mendoj se është koha domethënë tash, edhe pse deri vjet par vjet ndoshta ka qenë ndoshta edhe pa imagjinueshme domethënë të shpresojmë të bëhemi kampion, po unë e them edhe pak si lojë, nëse si vjet nuk shpallemi kampion, do e lëm këtë punë, edhe pse është pak si lojë, se edhe ne me dash me elon nuk na le edhe sporti, se më veç është ka hyrë domethënë në gjakt e ne edhe po përgjithësi domethënë ne kemi bë përgatitjet, domethënë e kemi bë edhe rosterin e sezonit tashëm, përgjithësi domethënë përveç se do atakojmë domethënë në dy tituj, domethënë kampion edhe titullin e kupës, ne domethënë si vjet e kemi plan, e kemi bën plan, këtë nuk e din edhe Hana se deri në gjysmëfinalet në Kupat e Evropës do të shkojmë. Si do shkojmë, një zot e din, po ndoshta ne do japim pak më tepër zort si them domethënë ta arrijmë ata, po përgjithësi nuk janë diçka që nuk arrijen, edhe pse dikush ta dej tash ju ka arrit pak menja, keni arrit deri këtu, po gjithsesi domethënë shkon ajo me edhe aspiratat e klubit, edhe ambicjet, po edhe apetitet cilat rriten çdo vit. Unë ju falenderoj shumë të dyve, duke ju uruar shumë suksese tutje dhe faleminderit që gjetët kohë dhe mundësi të jeni sot me ne. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Faleminderit juve për ftesën. E tash të dashur, erdhi koha, ju përshëndes dhe për sot, ne ritakohemi sërish të premte në të njëjtën orë, mirëmbëjtje.